Kemi konsideruar se nuk është arsyeshme që ne t'i detyrojmë bizneset me dalë kur çmimet në atë kohë janë sill nga 500 deri në 1000. Tashti çmimet janë shumë më stabile, sillen edhe vitin e kaluar, sillen rreth 100 euro edhe pritjet janë në këtë vit që çmimet në tregjet regionale janë afërsisht rreth 100 euro për megavatorë. E përmendet që disa herë është ndërprej ky proces, po çka ka ndodhur që keni filluar tash procesin, ka dhënë sinjale qeveria që më fillu tash zbatimin e ligjit? Ky proces, me thënë drejtën, është kërkesë ligjore. Ju e dini që këtë detyrim e kemi edhe në raport me institucionet ndërkombëtare. Shteti i Kosovës ka marrë zotime, është një prej reforma në ka qenë kërkesë ligjore që disa vite. Mirë, po thash ka qenë kërkesë ligjore, mirë, po për shkaqe të jashtëzakonshme, siç ka qenë faktor kryesor ose në shtyrjen e Tazam në 2019 ka qenë pandemia. Në 2021, në 2020 deri në 2024 ne si zërej kemi konsideru për shkak të çmimeve shumë të larta në tregjet e hapura, kemi konsideruar se nuk është arsyeshme që ne t'i detyrojmë bizneset me dalë kur çmimet në atë kohë janë sill nga 500 deri në 1000. Tashti çmimet janë shumë më stabile, sillen edhe vitin e kaluar, sillen rreth 100 euro edhe pritjet janë në këtë vit që çmimet në tregjet regionale janë afërsisht rreth 100 euro për megavatorë.